Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm do të lexojmë pjesë nga cikli i Jozefit, është cikli i fundit që gjejmë tek libri i Zanafillës. E gjejmë tek kapitulli 37 i Zanafillës, atëherë edhe kapitujt 39 deri në 15. Janë shumë kapituj, për ta shkurtuar trajtimin, ne do të përzgjedhim 3 lexime prej tyre. Leximin do ta bëj Jehona Gashi nga Klina, një katekezë mbi historinë e Jozefit me vëllezër, do ta bëj Adelina Palushi nga Prishtina. Qysh prej fillimit të librit të Zanafillës, prej vrasjes së Abelit e deri tek tregimi që lexojmë sot, i historisë dramatike me shumë akte dhe shumë ndryshime të vazhdueshme të situatës së fëmijëve të Jakobit, vazhdon pa ja nda biseda mbi marrëdhënie midis vëllezërve. Krejt libri i Zanafillës përshkohet me temën e vllazërisë. Vëllezërit ndahen e bashkohen. Ishtë pikpyetje e madhe konsiderata e tjetrit si vëlla. Është punë që të ruhet dashuria ndërvëllazërore. Libri i Zanafillës tregon se nuk ishte lehtë as pak ruajtja e dashurisë midis vëllezërve. Përkundrazi, midis vëllezërve shpesh ndodh ndarja. Zanafilla tregon jo vetëm se ndodh ndarja. Zanafilla ngrit në qiell vlerat e dashurisë midis vëllezërve, se një prej vlerave më të mëdha të njerëzimit. Krejt njerëzimi, si na ka mësuar Jezu Krishti, themelohet në dashurinë për tjetrin. Vetëm në atë dashuri mund të përparoj, në dashurinë për të afërmin. Do të flasim shumë për këtë temë, sepse është një ndër më thelbësore të Biblës, por ta themi se, për shembull, kjo bisedë është në esencën e mësimit të librit të ligjit të përtrirë. Pse po e përmendim këtë mësim të librit të ligjit të përtrirë? Sepse një pjesë e mirë e librit të Zanafillës është shkruar në ndikimin e mësimeve të ligjit të përtrirë. Tek ligji i përtrirë, të gjithë hebrejt janë vëllezër, ashtu si vëllezër do ta pranojnë dhe respektojnë njëri tjetrin. Vëllezërit do ta ndihmojnë dhe do ta respektojnë shoqin. Të kthejmë edhe një herë tek libri i Zanafillës. Ai në tregimin e vet ndalohet vazhdimisht tek ndarja vllazërore. Nga Kaini dhe Abeli e tutje, biseda ndalet gjithmonë të vëllezër në konflikt. Abrahami ndahet nga Loti, dhe Abrahami mbetet pak i pikëlluar prej kësaj ndarjeje. Loti zgjedh pjesën më të mirë të tokës së premtuar, pjesën shumë pjellore të Sodomës, por kjo lakmi e pasurisë rrezikon të ndajë prej bekimit. Loti dhe familja e tij, me përjashtim të gruas kurioze, që nuk u bindet me përpikmëri udhëzimeve që japin engjëjt e Zotit, mund ta lexoni tek Zanafilla kapitulli 19, rreshti 17, dhe sillet mbrapa ta shoh veprën shkatruese të Zotit në Sodoma dhe Gomora, Zanafilla kapitulli 19, rreshti 26, edhe pse ishte udhëzuar të mos shikonte mbrapa, dhe kur sillet mbrapa shkatrohet në statuj kripe, dhe shndrimi i saj në statuj kripe patjetër se është metaforik. Loti pra, besnik udhëzimeve të engjëjve, dhe 2 vajzat e tija shpëtojnë prej shkatrimit, por shpëtojnë fal vllaut, sepse Abrahami kishte ndërmjetësuar për ta. Ismaili dhe Izaku, e kemi parë, ishin në konflikt, por fal vllaut Izakut, trashëgimtarit të bekimit, fiton bekimin edhe Ismaeli. Zanafilla 17, 18 deri 20. Ezau dhe Jakobi gjithashtu ndahen dhe bien në konflikt, por edhe Ezau pajtohet me Jakobin dhe jeton në paqe. Jakobi ka tensione me dajen e vet Labanin, pra vëllaun e nënës. Edhe këtu tema e vllazërisë theksohet në një farë forme edhe pse në formë tjetër. Megjithatë,
fal Labanit, Jakobi krijon familje. Bijtë e Jakobit bien në konflikt shumë serioz me Jozefin, por fal Jozefit shpëtojnë prej zisë së bukës shumë të rëndë. Kështu kuptojmë një mësim tjetër të Zanafilës. Edhe pse marrëdhënia midis vëllezërve është shpesh e vështirë dhe delikate, vetëm vllau të shpëton prej situatës së keqe. Vetëm ai të nxjerr prej saj. Kështu arrim në themelin e mësimit të Biblës, të një prej mësimeve bazë të Ungjillit, pajtimi. Vetëm fal pajtimit fitohet bekimi. Kush refuzon pajtimin përfundon keq. Një shembull i tillë për shembull në Ungjill është Juda. Zoti ishte i gatshëm të pajtohej me Juden, por ai refuzoi pajtimin. U dëshprua shumë, nuk mundi t'ja fal vetes gabimin, por do të flasim, do të kthejmë këtu tek kjo temë serioze dhe delikate. Vëllezërit pajtohen me njëri tjetrin tek Zanafila, kapitulli 45. Tek kapitulli 4 i Zanafilës, raportet midis vëllezërve bëhen si s'ka me të këqija. Vllau vret vllain. Ky është momenti i zgjidhjes së konfliktit. Kapitulli 45. Jozefi pajtohet me vëllezër. Konflikti zgjidhet sepse ata kuptojnë se në situatën e raporteve të prishur midis tyre, Zoti është i pranishëm me provaninë e vet. Zanafila përfundon me Jakobin që bekon bijtë e tij. Kështu në Egjipt, ku shkon edhe Jakobi dhe pastaj atje vdes, konsolidohet kjo familje e madhe dhe bëhet e gatshme për të trashëguar premtimet e bekimit. Ky është fisi i Abrahamit, Izakut dhe Jakobit. Tek libri i Daljes, siç do ta shohim disa vreznime vonë, kjo familje nuk do të jetë familje, por popull, një popull shumë i madh që egjiptianët do të mundohen të asgjësojnë. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 37, rreshtat 5 deri 11. Jozefi pa një ëndër dhe ua tregoi vëllezërve. Kjo shkaktoi ta urrenin edhe më zi. Ai u tha: dëgjojeni ëndrrën që pash. Më dukej se po lidhnim dorëza gruri në ar. Më dukej se dorëza ime ngrihej e qëndronte ngulur, kurse dorëza tuaja përkuleshin rreth e rreth me nderim ndaj dorëzës sime. Vëllezërit i përgjigjen: a mos do të bëhësh mbreti ynë? A thua do t'i nënshtrohemi sundimit tënd? E për shkak të ëndërrave dhe të fjalëve të tija, e urrenin edhe më tepër. Pa edhe një ëndër tjetër. Edhe këtë ua tregoi vëllezërve dhe u tha: pash në ëndër se dielli hëna dhe 11 yje po më adhuronin. Kur këtë ëndër ja tregoi tët dhe vëllezërve, i ati i bërtiti dhe i tha: çfarë do të thot kjo ëndër që pas ke parë? A thua unë, nëna jote dhe vëllezërit e tu, do të adhurojnë me fytyrë për dhe? Për këtë vëllezërit e tij ja kishin smir, kurse i ati në hishtje e bluante me mend këtë ngjarje. Secila histori që tregohet në Bibel ka mbi të gjitha shpjegim teologjik, një ose më shumë. Asnjë tregim në shkrimin shenjtë nuk është i shkruar për të treguar ngjarje kurioze, por ka domethënie shpirtërore, e mësime teologjike. Lexuesi duhet të mësojë prej këtyre teksteve. Janë shkollë jete dhe feje. Shpesh autorët biblik përdorin dy teknika të shkruari, dy mjete retorike, përmjet të cilave mundohen të shpjegojnë domethënien e ngjarjeve në tregime. Janë analepsa dhe prolepsa, kështu thirren me terminologjinë greke. Analepsa thirret sot edhe flashback, kurse prolepsa flash forward me terminologji më moderne, që sot përdoret më shumë në kinematografi, por janë pak a shumë e njëjta gjë.
Analepsa ose flashback ndodh kur tregimi pezullohet për një farë kohe, pak ose shumë të shkurt, dhe kthen në një kohë në të kaluarën. Tregon ngjarje të së kaluarës, sepse ato ilustrojnë tregimin. Nuk po japim këtu shembuj sepse do të gjejmë tjerë në Bibël dhe do ta shpjegojmë analepsen në takimet tona të ardhshme, por thjesht si ide, në analepsen e përdorim gati për ditë në bisedën tonë. Gati gjithmonë kur rrim dhe bisedojmë me njëri tjetrin, tregojmë ngjarje që kanë ndodhur në të kaluarën. I tregojmë sepse ka një farë kuptimi edhe sot. Prolepsa nga ana tjetër, ose flash forward, ndodh kur tregimi me bisedën e vet aktuale, në fakt përshkruan ngjarje të së ardhmes. Ajo që thuhet në kohën e tregimit, në të vërtet do të ndodh dikur në të ardhmen. Ëndra Jozefit është një analeps. Ai u tha vëllezërve kështu: "Dëgjojeni ëndrën që pash. Me dukej se po lidhnim dorza grurin e ar, me dukej se dorza ime ngrihej e qëndronte ngulur, kurse dorza tuaja përkuleshin rreth e rreth me nderim ndaj dorëzës sime." Zanafilla 37, 6-7. Edhe një tjetër: "Pash në ëndër se dielli, hëna dhe 11 yje po më adhuronin." Kjo gjë tregon autori se vëllezrit i mbushi me urrejtje. I thonin: "A mos do të bëhesh mbreti ynë? A thua do t'i nënshtrohemi sundimit tënd?" Edhe prindrit e kritikuan për këto ëndra. "Çfarë do të thotë kjo ëndër që pas ke parë? A thua unë, nëna jote dhe vëllezrit e tu do të adhurojmë me fytyrë për dhe?" Kështu e pyet Jakobi. Ata nuk e dinin, por kjo do të ndodhë për një mend në të ardhmen. Të gjithë do të përkulen para Jozefit në Egjipt. Motivi i ëndrave në shkrimin shejt është shumë i studiuar. Në psikologjinë moderne shpjegohet se ëndrat përshkruajnë aktualitetin që jeton njeriu. Njeriu shpreh me ëndra atë që përjeton. Në Bibël ëndrat kanë funksion mësimi mbi të ardhmen. Ëndra zbulon provaninë e Zotit për njeriu. Zoti ka zgjedhur Jozefin që përmes tij ta shpëtojë familjen e Jakobit prej zisë së bukës, dhe jo vetëm familjen e Jakobit, por krejt Egjiptin. As vëllezrit, as prindrit nuk kuptojnë domethënien e kësaj prolepse. Nuk ishin as faj, sepse nuk mund të mendonin se Jozefi do të bëhet zëvendësi i faraonit. Por kemi dy fjalë në shqip që përshkruajnë ndjenjat e vëllezërve. Karshi Jozefit, urrejtja dhe smira. Janë dy vese, njëri më i keq se tjetri. Urrejtja në vetvete nuk është as vesë, është mëkat, është efekt i veseve, sidomos i hidhrimit. Hidhrimi vjen prej mendjes së madhe dhe inatit. Do të kthejmë te këto vese përsëri, por e kemi kuptuar arsyen e dasisë së vëllezërve me Jozefin. Jozefi kishte një pekt të bukur që ja kishte punuar baba. E lexojmë te rreshti 3, një petk deri në fund të këmbëve, duke parë vëllezërit e tij se i ati e donte më tepër se të gjithë bijtë e tjerë, ja morën aq më ri dhe nuk mundin t'i flisnin më njerëzisht. Ai ka diçka që ata nuk kanë. Ata hidhrohen se ai ka diçka që ata nuk kanë. Mirë po atyre duhet të vijë mirë, jo keq. Në rastin ton, Jozefi nuk kishte as faj. Petkun ja kishte punu baba. Ai me atë petk nuk ishte lëvduar, të pakten sa na thot teksti, as me faktin se, si e kuptuan vëllezërit, baba e donte më shumë se ata. As me ëndra s'kishte faj Jozefi. Ëndrat janë ëndra, por ai nuk i interpretonte, i interpretonin gabim vëllezërit. Jozefi është i pafajshëm, akuzohet padrejtësisht, por në këtë padrejtësi evidente, Zoti shfaq provanin e vet. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 45,
Rreshtat 1 deri në 8. Jozefi s'mundi më të përmbahej para të gjithë të pranishmeve, prandaj edhe bërtiti. Dilni për jashtë të gjithë. Askush nuk ishte pranë kur ju dëftua vëllëzërve të vet, por shpërtheu në vaj e dënesje, aq sa e dëgjuan egjiptianët dhe të gjithë njerëzit të shtëpisë së faraonit. Jozefi u tha vëllëzërve të vet: Unë jam Jozefi, po e kam ende gjallë tim atë? Por vëllëzrit nuk ishin në gjendje t'i përgjignin prej tmerrit të madh që i kishte pushtuar. Por ai u tha me butësi: Ejani tek unë. E kur ju afruan gjatë: Unë jam, thoshti Jozefi, vëllai juaj që e shitët në Egjipt. Mos u trishtoni, as mos t'ju duket rënd pse më shitët në këto anë. Hyi më dërgoi para jush për shpëtimin tuaj në Egjipt, sepse është viti i dytë qysh se filloi uria në vend. Dhe mbetën edhe 5 vjet të tjera, në të cilat as nuk do të lëvrohet e as nuk do të korret. Andaj vet hyi më dërgoi këtu para jush, që ju të mbeteni gjallë për mbi dhe, e të shpëtoj jeta juaj për shpëtim të madh. Si shit ju ata që më sollët këtu, por me vullnet të hyit erdha. Hyi më bëri por si prind të faraonit dhe zotri të gjithë njerëzve të shtëpisë së tij, dhe të parin e mbar dheu të Egjiptit. Vetë vëllezrit kishin shkuar në Egjipt me bledrith. Ishte zi buke shumë e rëndë në Izrael, prandaj shkuan në Egjipt ku Jozefi ishte bërë zëvendës i faraonit. Kishte përgjegjësi shumë të madhe mirëmbajtjen ekonomike të Egjiptit në vite shumë të vështira që po e pritnin. Ai njohu vëllezrit, por ata nuk e njohen. Nuk e pritnin se do ta gjenin Jozefin në atë pozitë në Egjipt, pasi që kishin shit disa tregtarëve vite më parë. Jozefin nga ana tjetër i njohu, por nuk e njihte vllain e fundit, Benjaminin, sepse se kishte parë kurrë. Njohja dhe mos njohja e vëllezërve, pranimi dhe mos pranimi i tyre, e kemi thënë, janë në esencë të librit të Zanafiles. Jozefi bëri që të vi edhe Benjaminin në Egjipt. Donte jo vetëm ta njihte, por edhe të sigurohej që ishte mirë tek ai në atë kohëzie. Mirë po, vjen një moment kur, si lexuam tek teksti më sipër, ai nuk mund të durohet dhe u tregon vëllezërve sekretin e tij. Jozefi, thot shkrimi i shenjtë, s'mundi më të përmbahej para të gjithë të pranishmeve, prandaj edhe bërtitni, dilni për jashtë të gjithë. Askush nuk ishte pranë kur ju dëftua vëllezërve të vet, por shpërtheu në vaj e dënesje, aq sa e dëgjuan egjiptianët dhe të gjithë njerëzit e shtëpisë së faraonit. Ky është një moment intim, familjar, kur i fali vëllezrit e vet. Ishin ndarë vëllezrit, por duhet të bashkohen. Jozefi qanë me zë të lartë. Ky është elementi njerëzor i dobësisë njerëzore të tij. Ishte zot e shkop në Egjipt, por megjithatë ishte njeri dhe shfaq haptas me shumë emotivitet, se kishte marrë malli shumë për baben, nënën që i ka vdekur, për baben që e ka akoma gjallë, për vllain që kishte lindur me vdekjen e nënës. Nuk i dinte këto gjëra, i mëson dal nga dal. Sa do i fortë të jetë njeriu në situatat të caktuara, e shpreh dobësinë e tij. Ai pyet për baben, ka shumë mall. Te tregimi i tekstit mbi reagimin e vëllezërve gjejmë një tjetër element dobësie njerëzore. Ata nuk munden të japin përgjigje. Kishin turp, ndoshta edhe frikë, t'i tregonin si e kishin rrejt baben, duke i thënë se kishte vdekur. Është rënd për Jozefin mendimi se Jakobi nuk e dinte se ishte gjallë. Elementet njerëzore që zbulohen këtu janë
sidomos të lidhura me ndjenjat e fajit. Është e ditur, është shumë më e lehtë të falet tjetri se vetja ndonjëherë. Unë jam vllau juaj që keni shit në Egjipt, nuk ka këtu arsye të sillemi rrotull bisec. Kështu ka ndodhur, ju më keni shit vllan. Është gjë që nuk bëhet, mirë po ju e keni bërë. Jozefi i fton, afrohuni te unë, nuk hakmerret, por afron, bashkon. Ngjarjen e kaluar Jozefi e lë aty ku e ka vendin, në të kaluarën. Nga libri i Zanafilës, kapitulli 49, rreshtat 29 deri 32. Atëherë u dha këtë urdhër: së shpejti do të bashkohem me popullin tim. Më varrosni më etërit e mi në shpellën Makpel, që gjendet në arën e Efron Heteut, kundral Mamres, në dheun e Kananit, të cilën e bleu Abrahami me gjithë arë prej Efron Heteut, si pronë për varreza. Aty e varrosën Abrahamin dhe Sarën, gruan e tij. Aty që varrosur Izaku me Rebekën, gruan e tij, aty e varrosur pushon edhe Lia. Kur Jakobi i kreu së dhëni këto udhëzime bijve të vet, i mlodhi këmbët e veta mbi shtrat e vdiq. U bashkua me popullin e vet. Do të flasim te kjo pjesë e përfundimit të librit të Zanafilës, mbi provanin hyjnore. Do të kthejmë shkurtimisht tek pjesa e mësipërme. Jozefi që i fal vëllezrit e vet. As mos u trishtoni, u thot, as mos u zemroni. Ju kam fal me fjalë tjera. Ka krye kjo punë. Gabimi është gabim, por ai falet. Nuk justifikohet, por falet. Diçka tjetër që u thot Jozefi është se 7 vjet vazhdojnë. Do të mendojmë për jetën e familjes, do t'i ndërpresim gatresat. Gatresat janë të këqija gjithmonë, por janë sidomos të këqija në raste të nevojës. Në kohë krize ka nevojë për bashkim, jo për ngatresa. Jozefi thot, Zoti më dërgoi. Jozefi e kupton se në Egjipt po kryen një mision hyjnor, mbajtjen dhe ruajtjen e shtëpisë së Jakobit. Nuk dihet a kishin mbijetuar zi në Izrael. Në Egjipt janë të sigurt. Zoti kishte siguruar vëllezrit bashkë me baben. Nuk jeni ju ata që më dërguat këtu, por Zoti, thot Jozefi. Kjo është një prej mësimeve më të rëndësishme të Jozefit. Ai e ka provuar vuajtjen në lëkurën e vet, megjithatë sheh në atë vuajtje veprën e Zotit. Një prej sfidave kryesore të jetës është me ditë me e pa Zotin të pranishëm dhe veprues me dashuri në të gjitha gjërat që përjetojmë. Të njëjtën temë të provanisë hyjnore e gjejmë edhe tek Zanafila kapitulli 49, rreshtat 29-32 që sapo lexuam. Janë amanetet e fundit të Jakobit që jep pasi që ka bekuar të gjithë bijtë e tij. Prej tij përcillen bekimet që Zoti ja dha Abrahamit, por në krahasim me mënyrën se si e trashëgoi ai premtimin e Zotit, Jakobi i jep në paqe dhe vdes në paqe. Porosia e parë që jep është se dëshiron të vorroset në vendin ku është vorrosur Abrahami, gjyshi i tij. Mund të themi në vorre familjare, por ai nuk e bën këtë kërkesë për arsye emotive. Ai do të trashëgojë tokën që ja ka premtuar Zoti Abrahamit. Bijt do ta kthejnë në Kanaan, sepse atje do të kthejnë edhe ata. Kërkesa e Jakobit të vorroset në Kanaan është gjithashtu një prolaps, një flash forward. Izraeli i tëri do të kthehet në tokën e premtuar. Këtë do ta tregoj libri i daljes, pikrisht daljen nga Egjipti dhe nisjen drejt tokës së premtuar. Kështu pra tregohet se Izraeli është në Egjipt, por edhe se nuk e ka vendin atje.
kapitujt të cilët sapo u lexuan dhe komentuan, përshkruajnë jetën e Jozefit, birit të Jakobit, i cili kalon nga tradhtia dhe vuajtja, drejt faljes dhe pajtimit. Ky rrëfim nuk është vetëm një histori familjare, ajo është një histori e veprimit të Zotit në jetën e njerëzve, që tregon se Zoti udhëheq historinë edhe përmes dobësive, mëkateve dhe padrejtësive njerëzore për të realizuar planin e tij të shpëtimit. Figura e Jozefit është veçanërisht domethënëse, sepse historia e tij përfshin elemente të rëndësishme teologjike, provanin hynore, faljen, pajtimin dhe besnikrinë e Zotit ndaj premtimeve të tij. Në pjesën e parë të tregimit, Zoti nuk shfaqet drejt për drejt, por prania e tij zbulohet përmes ëndrave të Jozefit. Në traditën biblike, ëndrat shpesh janë një mënyrë përmes së cilës Zoti i komunikon njeriut planin e tij. Përmes tyre, paralajmërohet roli që Jozefi do të ketë në të ardhmen, në historinë e popullit të Izraelit. Kështu teksti na paraqet një Zot që vepron në mënyrë të fshehtë, por që udhëheq historinë drejt realizimit të planit të tij. Vizionet simbolike të ëndrave tregojnë se një ditë Jozefi do të ketë një rol të veçantë mbi familjen e tij. Megjithatë, reagimi i vëllezërve është negativ. Ata nuk e shohin këtë si një shenjë të planit të Zotit, por si provokim dhe arrogancë nga ana e tij. Edhe babai i tij Jakobi e qorton, por njëkohësisht i ruan këto fjalë në zemër. Ky qëndrim tregon një zemër të hapur ndaj misterit të veprimit të Zotit. Përmes këtij tregimi, na zbulohet një Zot që është Zoti i historisë, i cili udhëheq ngjarjet njerëzore dhe realizon planin e tij, edhe përmes dobësive dhe kufizimeve të njeriut. Thirrja e Zotit shpesh nuk kuptohet menjëherë. Ajo mund të sjellë kundërshtime, keqkuptime dhe madje edhe vuajtje, por plani i tij vazhdon të realizohet përtej reagimeve njerëzore. Gjelozia dhe rivaliteti që lind mes vëllezërve të Jozefit është një realitet që vazhdon të ekzistojë edhe sot. Shpeshherë, dhuntit ose suksesi i një personi mund të shkaktojnë zili dhe ndarje në familje, në shoqëri apo edhe në bashkësitë kishtare. Kjo pjesë e shkrimit shenjtë na kujton se dhuntit që secili person ka janë dhuratë nga Zoti dhe duhet të shihen si pasuri për të gjithë. Në jetën e kishës, thirrjet dhe dhuntit e ndryshme duhet të shërbejnë për ndërtimin e bashkësisë dhe jo për rivalitet. Edhe ne jemi të ftuar të kemi besim në planin e Zotit, edhe kur ai nuk është i qartë qysh në fillim. Shpesh thirrja e Zotit kalon përmes situatave të vështira ose përmes keqkuptimit nga të tjerët. Po ashtu jemi të thirrur të ruajmë zemrat tona nga zilia dhe të mësojmë të gëzohemi për dhuntit e të tjerëve. Në këtë mënyrë, feja jonë bëhet një rrugë besimi, për ulësie dhe besnikërie ndaj planit të Zotit. Zoti mund të zgjedhë një person, madje edhe secilin prej nesh, për të kryer një mision të veçantë. Ajo që në sy tanë mund të duket si arsye për konflikt, në planin e Zotit mund të bëhet rrugë për shpëtim. Në fakt, më vonë në histori ëndrat e Jozefit realizohen, kur vëllezërit e tij përkulen para tij në Egjipt. Në këtë mënyrë bëhet e qartë se plani i Zotit, edhe kur kalon përmes vuajtjes dhe kundërshtimit, në fund arrin gjithmonë të përmbushet. Në kapitullin e 45 të librit të Zanafilës, është një nga momentet më të rëndësishme dhe më prekse të historisë së Jozefit. Pas shumë takimesh dhe provash që ai u bën vëllezërve të tij, Jozefi nuk mund ta fshehë më identitetin. I mbushur me emocione, ai shpërthen në lot dhe u zbulon të vërtetën. Ai është vëllai i tyre, ai që ata dikur e kishin shitur si sklav.
Ky moment është shumë i fortë sepse vëllezërit mbetën të tronditur dhe të frikësuar. Ata e dinë se kanë bërë një padrejtësi të madhe kundër tij dhe presin dëshkim ose hakmarrje. Në sytë e tyre, përballë tyre, qëndron një njeri me pushtet të madh në Egjipt, i cili tani mund t'i dënojë për atë që kanë bërë. Por reagimi i Jozefit është krejt i ndryshëm nga ajo që ata presin. Ai nuk kërkon hakmarrje, por zgjedh rrugën e pajtimit dhe të faljes. Në vend që t'i qortoj, ai ngushëllon dhe u thot: "Nuk jeni ju që më keni dërguar këtu, por Zoti." Me këto fjalë Jozefi nuk e mohon fajin e vëllezërve të tij, por e sheh historinë e vuajtjeve të veta në një dritë më të thellë dhe më të gjerë. Ai e kupton se përtej veprimeve të padrejta të njerëzve, Zoti ka vepruar për të realizuar një plan shpëtimi. Përmes kësaj historie, shumë njerëz do të shpëtohen nga uria që kishte kapluar vendin. Këtu na paraqitet Zoti si Zoti provanis. Ai mund të veprojë edhe përmes situatave më të vështira dhe padrejtësive njerëzore, duke i kthyer ato në një të mirë më të madhe. Ajo që në fillim duket si tragjedi, në planin e Zotit mund të bëhet një rrugë shpëtimi. Në të njëjtën kohë, kjo pjesë e shkrimit shet na jep edhe një mësim të madh për faljen. Falja nuk është shenjë dobësie, por një shprehje e besimit të thellë në drejtësinë dhe planin e Zotit. Jozefi arrin të falë, sepse ai sheh jetën e tij me sytë e fesë dhe e kupton se Zoti ka qenë gjithmonë i pranishëm në historinë e tij. Kjo pjesë e shkrimit shenjtë është shumë aktuale edhe për kohën tonë. Njerëzit edhe sot përballen me konflikte, padrejtësi, tradhti dhe ndarje. Familjet, shoqëritë dhe madje edhe bashkësitë e besimtarëve shpesh plagosen nga mungesa e faljes. Pikërisht në këtë kontekst, kjo pjesë e shkrimit shenjtë na kujton se pajtimi dhe falja janë rruga e vetme drejt shërimit të marrëdhënieve njerëzore. Bashkësia e besimtarëve është e thirrur të jetë një vend ku mëshira është më e fortë se hakmarrja dhe ku dashuria është më e fortë se urrejtja. Historia e Jozefit na ndihmon të kuptojmë se edhe vuajtjet dhe situatat më të vështira mund të kenë një kuptim në planin e Zotit. Ajo na fton të zhvillojmë një qëndrim besimi dhe të mësojmë ta shohim jetën me sytë e fesë. Kjo histori gjithashtu na nxit të jetojmë faljen si një dimension thelbësor të jetës së krishterë. Vetëm përmes faljes dhe pajtimit, njeriu mund të çlirohet nga pesha e së kaluarës dhe të hapet ndaj së ardhmës që Zoti dëshiron të ndërtojë për të dhe për të tjerët. Në fund të jetës së tij, Jakobi u jep bijve një porosi shumë të rëndësishme. Ai dëshiron të varroset në shpellën e Makpelës, vendi ku janë varrosur Abrahami dhe Izaku. Kjo shpellë ndodhet në tokën që Zoti u kishte premtuar patriarkëve. Edhe pse në atë kohë familja e Jakobit jeton në Egjipt, ai nuk dëshiron të varroset atje, por dëshiron të kthehet në tokën e premtuar. Ky vendim është një akt i fortë besimi. Për Jakobin, Egjipti është vetëm një vend i përkohshëm, ndërsa toka e premtuar është shenja konkrete e besnikërisë së Zotit ndaj popullit të tij. Prandaj, edhe në momentin e vdekjes, ai mbetet i lidhur me premtimin e Zotit dhe me historinë e shpëtimit që Zoti ka filluar me patriarkët. Ky gjest tregon se shpresa e Izraelit nuk mbështetet në sigurinë e një vendi të huaj, por në besnikërinë e Zotit që përmbush premtimet e tij. Në botën moderne, shpesh mungon ndjenja vazhdimësisë dhe e kujtesës historike. Njerëzit jetojnë të përqendruar vetëm në të tashmen, duke harruar rrënjet dhe historinë që i ka formuar. Historia e Jakobit na kujton rëndësinë e lidhjes me rrënjet tona dhe me historinë e besimit. Ndërsa për kishën, kjo është një kujtesë se feja e krishterë është e ndërtuar mbi historinë e shpëtimit dhe mbi besnikërinë e Zotit që vepron në histori. Besimi nuk është vetëm një përvojë personale e momentit, por një realitet që lidhet me veprimin e Zotit ndër breza.
Në të njëjtën kohë, ky tekst na fton edhe secilin prej nesh të jetojmë me shpresë dhe besim në premtimet e Zotit. Jeta jonë nuk kufizohet vetëm në realitetin e përkohshëm të kësaj bote, por është e orientuar drejt përmbushjes së premtimeve të Zotit. Duke pasur këtë perspektivë, ne mësojmë të jetojmë fenë me besnikëri dhe me shpresë, duke e ditur se Zoti është gjithmonë besnik ndaj fjalës së Tij, dhe se historia jonë personale është pjesë e historisë së madhe të shpëtimit. Në fund, historia e Jozefit zbulon në mënyrë shumë të thellë veprimin e Zotit në historinë njerëzore. Përmes kësaj historie, kuptojmë se Zoti nuk është i largët nga jeta e njerëzve, por është i pranishëm dhe vepron edhe në situatat më të vështira dhe më të dhimbshme të jetës. Figura e Jozefit na ndërlidhet me figurën e Jezu Krishtit. Ashtu si Jozefi, edhe Jezusi u refuzua nga të vetët. Ashtu edhe Jezusi u tradhtua dhe u dorëzua për vdekje. Ashtu si Jozefi, edhe Jezusi vuajti padrejtësisht. Por ashtu si historia e Jozefit përfundon me shpëtimin e shumë njerëzve nga uria, edhe vuajtja dhe vdekja e Krishtit çojnë drejt shpëtimit të gjithë njerëzimit. Njëjtë si kurse Jozefi fal vëllezërit e tij, Jezusi në kryq lutet: "O atë, fali sepse nuk dinë çfarë bëjnë." Kështu historia e Jozefit bëhet një paralajmërim i misterit të madh të shpëtimit që do të përmbushet në Jezu Krishtin. Në takimin e ardhshëm do të fillojmë të lexojmë librin e Daljes, kapitujt 1 deri në 4. Lexoni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, Zoti ju bekoft.